Njëkohësisht në krejt teritorin, krejt Kosovën, i murë 10.100 vota. Pastaj, ju dha mundësia, po prej Partisë Demokratike të Kosovës, me shërbys si ambasador. Prej Partisë Demokratike të Kosovës, ju dha mundësia me udhëheq, me qeverisë me drenosë. Dhe ai do të me qenë mirë njerëz dhe këtyne njerëz. Mirë, po dhe i ka fituar zë. Ai tash këto e dëshmon që është një turist në kohën se kur është pushtet. Dhe tash e ka themelu një iniciativë komplet në emën personal tina, dhe kjo është dëshmia më e mirë se sa i dojnë qytetarët e dënost. Partia Demokratike të Kosovës është më e madhe se cili individ. Kur nuk duhet më nis, atratik prej atij parimit, aty ku nuk jam unë është keq. Ja dha mundësin, qeverisi e kanë rrugë kandidatin, me qenë mirë njerëz ndaj PDK-s, ndaj kryqësisë, falenderus, por në fjalorin e tina në nuk kena mësu me dëgju mirënjohjen dhe falenderimin. E aq më pak as mirënjohje dhe falenderim ndaj qytetarëve. Përveç tjerav, e as punë të mira që mundet me dalë, sepse unë sa ko mujt pavarësisht pse kemi qenë jashtëzakonisht angazhuar, nuk o dalë me tho o qytetarët e performancës në ditën të parën, votëmni për që të punë të mirë që kom bo. Dhe me thonë, nuk e ka. Dhe tash merret me këse fyret bajatshme, besa jashtëzakonisht demode e qeverisaj, se qeverisaj jam falë. Hajde diskutojna, ngarojna për një garë qytetarët e Dernasit, e njohen edhe atë edhe mu. E përmendët bazamentin që ka dhe në SHK, Partia Demokratike e Kosovës, keni qenë edhe në protestën që u mbajt në Hagë. Atje, pra sa rëndësishme është kjo betej? Po dalim pak në Hagë dhe do këthejmë në komunë. Une jam jashtëzakonisht inderun që kumë ri me shku në Hagë, ku jemi taku bashkarisht, dhe çdo përpjekje e cila bëhet, çdo iniciativë, unë do e mbështes, sepse historia e politikës botërore nuk nje gorile më të suksesshme se Ushtria Qendrore e Kosovës. Dhe sot po bëhet një betejë për Kosovën. Unë besoj fort, kje parasysh, presidenti Thaçi, edhe në Hagë e sjellë Amerikën atje. Dhe dikush sot, që është detyrë, kryeministri aktual, nuk do me bashkëpunu. Unë besoj shumë në pafajsin dhe në pastërtinë e luftës së Ushtrisë Qendrore të Kosovës. Besoj shumë në pafajsin e liderëve tonë dhe uroj që shpejt drejtësia të thot fjalën e saj dhe ata njerëz t'i kthehen vendit, t'i kthehen familjes, t'i kthehen kësaj Kosove që punun dhe dhanë gjithçka veç me pa të lirë dhe të pavarur. Unë besoj që ata kanë u kthy faqebardh dhe janë të zhvilluar një betejë e cila është betejë për Kosovën. Çka përfiton Drenasi nëse ju do të jeni për 4 vjetët të ardhshme kryetar? Cilat janë projektet tuaj? Në faqen në Facebook i keni disa hashtag, a keni program të shkuar? Po, kemi program të shkuar që do për herë por adretik që se na fushatën e kemi fillu prej momentit që unë e kom marrë kandidimin. E kom marrë me 27 korrek, komplet gushtin, komplet shtatorin, dhe sot kur po vlasëm, do me thonë çdo ditë jam në teren me njerëzit e mirë të komunës Dernasit, me aktivista dhe antarë të Partisë Demokratike. Puna e parë që kemi bërë, kemi arrit me unifiku komplet strukturën, 30 vjetër në është unifikuar. Është unifiku dhe dega PDK-s në Drenas nuk ka qenë asë një herë me unifikune. Edhe struktura ose figura lokale, edhe figura qendrore deputet, antarë kryqësie, sot jemi bashkë të rështun ka Partia Demokratike dhe ka numri 190. Qytetarët jemi dali, kemi pyet dhe kemi bon një plan program të jashtëzakonshëm bashkë me qytetarët. I kemi pyet cilat janë hallet dhe problemet e juaja. E kemi bon një listë jashtëzakonisht përfaqësuese. Një listë ku kemi përfshi njerëz të përgatitur, njerëz të cilët kanë përvojë, profesor dhe doktor. Dhe mesin asolitë kemi profesor dhe doktor të jashtëzakonshëm, profesor fakulteti. Dhe ata janë gatshëm me kontribu për qytetarët. Në kuadër të planifikimit tonë, me ekspert që i kemi bo, në ka dalë problemi kryesor me ujtë pijes. Të flasë është vitin 2025,
kur qytetarët sot ballafaqohen me mungesë të ujit pijes, është konsideru shumë e dhëmshme drejtik. Kemi problem me rrjetin ose rrjetizimin e ujrave të zeza, me kanalizime. Kemi projekte konkrete, domethënë infrastruktura ka nevojë jashtëzakonisht shumë më rregullu, se është një infrastrukturë që ka fillu më dëpsu. Kemi nevojë për rrugë të reja, bypassi, që kemi në planifikimin tonë, bypassi për drenasi që lidhet me Poklekën, Vasilevë, deri te rruga kryesore, që e liron shumë. Kemi bërë projekte të jashtëzakonshme për pilot projekte që kemi sim gjeditor, për shëndetësi, për arsim, dhe kemi përkraje për sportist, kemi përkraje për student, bursa, madje kemi planifiku ndarjen e bursa, 191 bursa, kemi lidhe edhe me numrin e subjektit politik, 191 bursa për student dhe 30 bursa për nxënës të shkollave të mesme që të kanë sukses shembullor. Funksionalizimi e qendrës të rinisë, e cila ka një qendër kur e kemi bërë dhe një video, kur aty kanë marrë dije në inovacion, teknologji informative, mi 3.000 nxënës. Aja qendër e rinisë është mbyll, që ka projekt me Flutra Akademi, madje ato shërbime janë dhënë pa pagesë. Ne do e rifunksionalizojmë. Kemi projekt që qytetarët e Drenasit, për shkak të rrethonave të historisë dhe lidhjes që e kanë me luftën e ushtrisë ligjëtare dhe kontributin e jashtëzakonshëm, dhe ka vendi që ka më shumë të heroj dhe martir si komunë që ka dalë prej lufte, nuk e kemi ende një muze të luftës, se kemi një projekt të jashtëzakonshëm. Kemi projekte për rregullimin e çështjes së pronave. Kompensacioni është një problem që i ka mungu jashtëzakonisht shumë iniciativa për mundru ligji, se ligji është miratu në vitin 1983,